Pardon My French. Mirë se vini të gjithë në Pardon My French. Të gjithë ju që po dëgjoni Top Albania Radio dhe të gjithë ju që po na ndiqni nëpërmjet kanalit 10 në digital, jemi në ditën tuaj të preferuar, të mërkurën. E ka marrë tani të preferuarën. Është e mërkura. Është bërë preferuar, se ma dikur preferoja të premten, se thua gjithçka mbaron. Por tani është gjithçka mbaron. E mërkura sepse fillon fundjava. Po, është e mërkura se ka Pardon My Friends, dhe është e mërkura se jemi afër fundjavës. Dhe është barku i javës. Jemi në programin në të cilin flitet me njerëz të bukur, tema interesante, lajme interesante, por mbi të gjitha dhe evente interesante, siç është edhe kampionati i futbollit. Por në studio sot nuk kemi vetëm bukuri. Kemi mendje, kemi prezantim, kemi opinion, kemi një yll si Francesca Rustem, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Do të them prapë ne të dy. Prapë ju të dy. Tani kur them kemi event të rëndësishëm siç është kampionati botror, po ashtu janë të rëndësishme edhe ndeshjet e kombëtarës, të cilat ti tashmë i komenton, ke marrë atë pozicionin tënd, mikrofonin, edhe të gjitha deklaratat ekskluzive që bëhen pas një ndeshje. Unë këtë të fundit pata shansin ta shikoja në stadium dhe të shihja aty, por do flasim për të gjitha gjërat. Po do flasim edhe për Shizon Top, kur ti tashmë je në një tjetër rol, pra përveç se je në habitatin tënd, po je pak më ndoshta e kujdesshme të mos gabosh në komente. Mundosh, mirë se vjen një herë. Mirë se u gjej, gjithmonë kënaqësi të jem këtu në Top Albania Radio, dhe nuk mund ta refuzoja këtë ftesë, edhe pse sot në fakt Jonita ishte dita e vetme që un isha pushim, por sa më erdhi ftesa thash absolutisht do vi me patjetër, me shumë kënaqësi. Ka energji të mirë kjo studio. Dita fundit. Tani përpara se të kalojmë tek gjërat e sportit edhe të futbollit, ndalemi pak tek ky eventi i momentit që keni ju të dy bashkë. Është kthyer një ndër programet që po prodhon goxha drama dhe është bërë shumë viral, edhe përveç kësaj ka modeling, ka goca të bukura, ka goxha sharm, edhe shumë dinamika. Si po ndihesh në rolin e opinionistes, juristes të Shizon Top? Në fakt po ndihem shumë mirë, ndihem fiks në habitatin tim, mundohem shumë që ato kritikat që kam patjetër t'i them, por me takt gjithmonë, pa i prishur dhe i ndërprer ëndrrën asnjë vajze, sepse ndonjëherë i shikoj dhe vajzat aty që janë pak të demoralizuara. Domethënë ky demoralizimi nuk e di nga i vjen, sepse janë pjesë e Shizon Top, janë pjesë e ekranit, janë pjesë të bukurës. Por e shikoj që mundohen që t'japin më të mirën e tyre, po prap ka edhe më mirë. Më mirë. Mund të bëjnë më tepër. Patjetër, gjithmonë. A mund të shtoj diçka? Po. Unë kam qenë në të kaluarën time në programe të prafërta, po kur ka qenë kolosale sa kjo e Shizon Top, se e shoh çdo javë dhe më mahnisin si vajza, si produksioni, dhe fatkeqësisht kur në këto produksione nuk kam patur kënaqësinë, luksin dhe fatin të kem një vajzë kaq, unë nuk me Franceskën shkoj kaq shumë, domethënë nuk më duhet të krijoj diçka paraprakisht. Ndodh aty, është në jetën time hera parë një partnere në juri që mua më shkon në perfekcion. Domethënë, është sikur i kemi folur gjëra dhe ne s'kemi fol asgjë. Sheqer është ky djalë, sheqer është. Të betoj, me raste zemra, jo gjithmonë. Sepse mendoj që opinionistët, juria duhet të jetë pak më kritike, duhet të jetë pak më profesioniste. Duhet të jetë pak polici mirë, polici keq, doja të thoje, siç jemi ne shpesh në këtë studio. Kjo është e mira. Po shiko, unë mendoj që gjithmonë kritikat rrisin. Domethënë dikush, një person apo një personazh që nuk e kupton këtë gjë, për mendimin tim, jo vetëm në ekran, po nuk e përtecur askund. Kritika gjithmonë të rrit. Nëse unë jam sot këtu dhe flas me ju dhe jam pjesë e Shizon Topit, e Top Arenës dhe programeve tjera, jam sepse kam dëgjuar kritikat. Është këshill shumë e mirë në fakt. Është shumë në gjithçka që thot aty, vajzave është e preferuara Francesca. Si ka mundësi mi Franci? Se ka gojën e ëmbël. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. E ka gojën e ëmbël. Si s'keni parë backstage-et. Por në të vërtetë nga Francesca vajzat mund të mësojnë 100% të gjitha gjërat nga dora e parë, si them, sepse ajo e ka shumë të freskët dhe e ka kaluar më parë si eksperiencë. Kupton, edhe nuk është rivali atyre, është
në thonjza mësuesi atyre, coachi tyre që i mëson? Tani tek Miss Universi, pastaj procesi, tani Top Arena, sporti, kombëtarja, gjitha këto, cili ka qenë kundërshtari më i fortë për ty? Pasarelat apo panelet? Tani edhe programet televizive. Dua ta nis në këtë mënyrë. Nuk më intereson nëse dukem mendje madhe, por ky vit ka qenë viti im. Patjetër ka qenë viti im. Procesi në fakt më ka ardhur shumë shpejt, diku tek 2 javë, 3 javë fillonte procesi. Ka ardhur si ofertë dhe mami më është menaxherja ime dhe në fakt më ndaloi, më tha jo, tha, sepse nuk mendoj tha që do e bësh dot, sepse është sport, je vajzë, nuk ke ndoshta informacionet e duhura dhe i thashë di si është puna, mua më pëlqen, do e provoj. Po. Provova gjithashtu edhe në digital, ku ne transmetonim live ndeshjet e Shqipërisë. Patjetër eksperjenca më e mrekullueshme që kam provuar dhe do mbetet e tillë. E vështirë patjetër që t'jem vetëm, të moderoj emisionin, të flas për futbollin, por që mendoj edhe stafi ma ka bërë shumë të lehtë punën. Kisha në krah Redi Jupin, të ftuarit e tjerë, Erosin, pasaj në proces Ed Manushi është fantastik, kam mësuar jashtëzakonisht shumë prej tij. Gjithashtu edhe inshallah nuk të infekton me Spanjën edhe ty. Unë jam e infektuar para procesit. More Manush. Ndoshta kjo ka bërë që dhe ne najti muhabet i mirë. Por edhe mish në fakt, mish të emisionit, Gzim Sinemati, Lorenci, gjithë ma kanë bërë shumë të lehtë, madje kur futesha, kisha ndonjëherë edhe vlerësimin shumë të ulur dhe thoja, si po dukem sot. Francesca, dukesh shumë bukur. Dukesh ekstrem bukur. Imagjino të futesh në një studio me djem dhe të ndihesh kaq e vlerësuar dhe kaq e letatuar. Kjo do të thotë që vendi yt është mirëpritur nga Po, dhe kjo do të thotë që ti shkon dhe bën punën me qejf. Dhe e bën me shumë kënaqësi. Ne kemi pak publicitet, se jemi në minutat fiks për të dhënë publicitetin dhe rikthehemi sërish me Franceskën. Jemi me Francesca Rustem përballë një eventi spektakolar që është ai i futbollit, i botrorit, edhe do ta shohim krah Manushit, krah shumë të tjerëve që do të jeni në studio. Si është ky bashkëpunim, se pam edhe promon. Ti Mateun ishit miq edhe para se të niste ky bashkëpunim, apo jo? Brikenën e njohe aty, si është marrëdhënia, atmosfera, po, se jemi kurioz të dim, ne që nuk dim gjë dhe shohim vetëm rrjetet sociale. Unë s'flas dot zemra se unë do të bëj atë njëjtën pyetje. Dëgjoj, atmosfera është shumë profesionale. Rëndësika që atmosfera është shumë profesionale, që jemi të gjithë për të njëjtin qëllim, me dashëmërsinë më të madhe për të punuar dhe për të nxjerrë një program të bukur. Unë të paktën jam me shumë stres, sepse normalisht kesh rolin e moderatores, pa çka se peshën më të madhe ndoshta e mban Manushi, prapë normalisht duhet ta kesh mendjen aty gjithkohës. Patjetër. Edhe mos ngatrosh emra. Gjë që më ka ndodhur. Ka qenë shumë e bukur, më beso. Ti ndoshta e ke përjetuar jo dhe aq mirë, po ishte shumë e bukur. Unë kam thënë dhe them gjithmonë që unë jam shumë tip moskokçarës. Nuk është faji im që në skalet, për shembull, emri i Zotit Bulku ishte shënuar Buluku. Ishte shënuar gabim. Kështu që megjithatë, it's okay. Po ishte shumë nice, të them të vërtetën. Këto flokët e mia nëse se u pash te ekrani. Franci, si juri je më e rrep me vajzat apo me arbitrat kur nuk i japin kombëtares ato që meriton? Në fakt jam më e rrept me futbollistët vet. Sepse shikoj që nuk janë aty ku duhet, i shikoj që nuk e kanë vëmendjen dhe gjithashtu nuk e di pse kanë një ndoshta vetëm karshimeje, nuk e kuptoj, por janë dhe pak të pasjellshëm. Nuk e kuptoj pse. Me ty? Me mua po, ose ndoshta ngrin. Si guxoni ore. Ose ndoshta nuk e kuptoj çfarë ndodh. Mos mbeten pa fjalë kur janë përballë. Po jo, aq pa fjalë jo, nuk e besoj. Mendoj që do pak t'jenë më misor, t'jenë më me këmbë tok, t'jenë më nuk e di, jemi njerëz në fund ditës, një si je është mos normale. Ja pak mendjem dhënj, domethënë. Ndoshta stepe. Mendjem dhënj live se në Instagram pastaj shikoj me ato like-et që shkojnë kështu.
Interesante. Por e di çfarë ndodh, ndoshta është edhe eksperjenca, ndoshta është edhe mosha, por kam parë e çuditshme në fakti që djemt që kanë bashkëshorte, kanë fëmijë, janë shumë të kulturuar, vinë përshëndesin, japin ndonjë këshill, kurse këta beqarat e shikoj aty, them fal, mirë unë, po ju, mirë ju, po unë. Po unë këtu. Kush është smur këtu? Dhe me që jemi tek çunat, nga nota që jep nëse një futbollist do të vinte në casting tek She's on Top, kush do kalonte vetëm nga vetbesimi? Jemi përgatitur për këtë emision. Armando Broja. Nice. E kalon direkt. Po. Armando, no? Ka vetbesim. Niko nuk e sheh shumë futbollin, por Jo, u pa dhe episodi i kaluar, që thjesht isha kështu, bëja të bukurin këtu, unë ndjeva Velin. Çfarë është më e vështirë të gjykosh, një pasarel apo një derbi? Gjithmonë një derbi. Gjithmonë. Jo një pasarel? Jo një pasarel. Gënjen zemra e disa zemra në pasarel e disi. Ti je këtu për të demaskuar apo për të bërë pyetje? Për të gjitha mban shënime, është për gjestin më të vogël kjo e kritikon. Sepse është kërkuese, jo. Patjetër. Nëse do të kishte VAR në She's on Top, çfarë do kontrolloje më shpesh? Sa herë ngrihen këmbët apo duart për të bërë poza që ne absolutisht themi mos i bëni, mos e prekni fustanin. Dhe sepse vajzat aty janë të ndara me grupe, dhe kur del grupi i parë ne japim ato këshillat tona, kur del grupi i dytë bëjnë të njëjtat gjëra që bën grupi i parë, dhe unë me Niko jemi është sikur s'na dëgjojnë, se na dëgjojnë, pra ne japim këshilla grupit të parë, grupi i dytë duhet marrë mësim. Dhe vazhdojnë. Por nëse ka një fjalë që Francesca Rustemi e përfaqëson në këtë She's on Top 7, është mos prekni fustanin. Don't touch. Është nga episodi i parë. Pozat besoj është ajo Gjonilda e ka ajo vajza? Kjo poza kështu. Kjo poza. Jam seksi. Kjo është poza ime. Mendoj pozat më të mira variojnë edhe në varësi të trupit, linjës trupit. Pra nëse je më e hollë, duhet të dish si të funksionosh me këmbën, që dukesh më gjatë. Nëse je pak më e mbushur, nuk mund të bësh poza me atë këmbën ngritur, sepse dukesh akoma edhe një herë më e mbushur, sidomos ekrani që ti shton 5 kg. Po, ti shton disa kilogram. Po, ç'ti u thuash? Por Francesca ka shumë të vështirë këtë vit, duke qenë se jemi bashkë për të kritikuar vajzat, se në të vërtetë këtë vit ka shumë vajza të bukura dhe të mira. Vërtet. Profesioniste jo të gjitha, prandaj kanë ardhur aty, po janë shumë vajza të mira dhe ti ngec që do eliminosh tani, këtë si do t'ja bësh. I kam lidhur të dyja, sepse më pëlqen që je përfshirë në të dyja aspektet, pra edhe tek pjesa e modelingut, po edhe tek pjesa e moderimit të sportit, kështu që me që ishim te dramat që në fillim të kësaj puntate, kush bën më shumë drama? Futbollistët kur bien në zonë apo konkurrentët kur marrin kritika nga ju? Futbollistët kur bien. Domethënë, kur bien aty në fush, mendoj që rrin 1 minutë. Nuk e di asnjëherë se kam kuptuar për të qetësuar, për të hequr kohën nga minutazhi i fillimit të ndeshjes apo mbarimit të saj. Mendoj që janë pak dramatik. Po mendoj kjo është edhe e bukur atyre. Tek ndeshja e fundit u rrëzuan 2-3, u morën disa kartona, edhe në fund të parë ishte pak e shpërqendruar, edhe shpesh mund të ndodhë që ka dhe shpërqendrime kur del, sepse ke zgjedhur të kesh një stil komplet ndryshe nga sa mund të ketë një vajzë që raporton sport. Pra jo thjesht moderatore, po është dhe gazetare, ka zgjedhur të jetë më sport, me atlete, me kapele, që të jetë më stadium fashion, do me thënë. Të kanë kritikuar ndonjëherë për mënyrën se si shfaqesh në stadium, apo merr gjithmonë komplimenta? Jo, komplimentet nuk ekzistojnë kur unë dal në stadium. Për të vetmin fakt unë kam zgjedhur që të jem vetvetja. Unë nuk jam gazetare, moderatore patjetër, unë tani mund ta quaj nëse e kam marrë si titull, por në fund ditës unë jam vetvetja. Në fakt kam kërkuar vajzat, Dioletën për shembull e kam parë shumë shpesh në stadium, është një moderatore sportit në Itali. Dileta Liota, po. Po, më pëlqen shumë stili i saj. Mund të them po me plot bindje që dhe e kam ndjekur, dhe ndoshta dhe jam inspiruar nga ajo. Po, mendoj që jam munduar që të sjell një frym që ndoshta në Shqipëri akoma nuk po konceptohet, po që duke bërë timen
do konceptohet dhe do futet. Nuk do Atëherë, ju bëj më kaq shumë përshtypje fustani im apo takat e mia në fush. Je më komode ti me takat e tua në fush apo futbollistët me takat e futbollit? Se taka janë ato. Kush vrapon më mirë? Me thënë drejtën, unë jam shumë komode me taka në fush. Okej. Duke bukur, jam komode, kjo ka rëndësi. Ndjesh mirë, ndjesh shumë mirë dhe kjo ka rëndësi. Pastaj unë s'kuptoj pse këto vajzat që janë seksi dhe dalin dhe raportojnë në ndeshje, domethënë duhet vishën, kështu të mbulohen, të bëjnë jo more, nuk e imagjinoj të Franceskën të jetë me këmishë, kështu me atlet, e imagjinoj në përditshmëri. E di pse, sepse ndoshta ka qëndruar edhe ky fakti shumë në futboll, sidomos në Shqipëri, që në stadiumet gjithmonë janë mbushur nga burrat, por jo, ka shumë vajza. 4-5 vitesh ka ndryshuar ky fakt dhe tani ka dhe vajza. Unë shikoj shumë vajza, Ka vite që ka vajza. Madje edhe bashkëshortet e futbollistëve që me fund, me taka, domethënë janë sport, po janë dhe fashion. Mua më pëlqen ky stili. Ky stili nuk do ta ndrosh, domethënë nuk do ndikosh nga komente. Asnjëherë. Të komentojnë kur nxjerr videot, a? Patjetër, unë i shikoj dhe i lexoj të gjitha. Po kënaqem. Çfarë të thon zakonisht? Ku po shkon si për dasëm. Kurse çuditshme është se kur del Georgina për shembull me taka, me crop tope, me fustane apo me xhinse, çfarë do lloj stili që asaj i pëlqen apo ndihet komode atë ditë, i shikoj që i bëjnë like apo japin edhe komente. Kurse kur jemi ne vajzat shqiptare që bëjmë këtë gjë, gjithmonë kritikohemi. Por duke qenë disi është puna, më pëlqen të jem një frymë e re në këtë vend. Dhe bën shumë mirë dhe pak publicitet. Moj, si është Moj, e ka bërë Moj, Franci. Jemi misuar shumë. Si është të punosh me Mateo ndërkohë keni qenë miq? Pra, se tani punon në 2 projekte të ndryshme. Pra, bashkëpunon edhe tek Shizon Topi bashkë. Dhe në sport edhe në modeling me Mateon. Por tek Top Arena do më duhet një ftesë e dytë që t'ju them se si do na shkoj bashkëpunimi, po deri tani tek Shizon Top shumë mirë. Ndoshta e shoh pak më të ngurtë, ndoshta për faktin që ka dhe një si quhet kjo pjesa, ka një rrjet të gjatë me fansa që e ndjekin, e shikojnë, ndoshta edhe i gjykojnë për fjalët që ai nxjerr dhe normalisht është pak më i tërhequr dhe më i tërhequr në gjërat që thotë dhe në gjërat që shpreh. Por kur fiken kamerat, Mateo është shumë fanin. Dhe unë e dua shumë për njeriu që është. Nga episodi i parë, në episodin e parë më mirë, ne ishim 4, ishte Mateo dhe Brikena. Nëse do ta rishikoje si gjë, kë do zgjidhje jurin e tretë për te neve të dyve, Brikenën apo Mateon? Briteon. Unë do jap një përgjigje shumë profesionale, për të vetmi fakt sepse Mateo ka qenë në një agjensi modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm, është marrë me modeling dhe ja ka haberin kur i thon pak më shumë. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm të Miss Grandi, ka përjetuar atë eksperiencën e saj në Tajland, nuk e di ku ka qenë atë vit, dhe kaq nuk është se ka pasur një eksperiencë apo një karrierë më të gjatë në modeling për të dhënë një kritik apo për të dhënë një mendim të saj, sidomos në çështjen e modelingut, që gjërat në fakt mund të duken shumë të thjeshta, por ti duhet të sqarosh dhe kritikosh apo dhe ti duhet të rokasësh me shumë detaje. Kështu që mendoj që Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë. Okej. Dhe unë ashtu mendoj. Po thjesht e pyeta se gjithmonë nga ana profesionale. Po nga ana jo profesionale, po më vizuale dhe do më pëlqente dhe Brikena patjetër në pjesë që t'ishte antare e juris, por prap Brikena nuk është se e njoh aq shumë për të ditur mënyrën se si mendon, mënyrën se si do reagonte në çështje të ndryshme, por prap mendoj që është shumë sweet dhe nuk do kritikonte. Po, nuk na duhet ajo. Profesionalisht. Si është të punosh me Brikenën? Se s'keni filluar tamam punën, por keni bërë promon, keni bërë takimet tuaja, keni patur mbledhjet tuaja me Top Arena. Si është si energji? Në punë, se të gjithë e njohin Brikenën si energji, po të punosh me Brikenën nuk e di, unë s'kam punuar për shembull kurrë. Nuk ka nisur ende. Vetëm promon keni bërë, mbledhjet, gjithë këto gjëra. Po, na trego pak për mbledhjet. Është vajzë respektueshme. Është vajzë respektueshme, është vajzë me norma. Nuk është se na ka rënë që të flasim shumë apo të bëhemi shumë. Nuk është se e njoh
me të drejtën që mjaftueshëm që të jap një mendim për të. Okej. E rëndësishme është që shkojnë mirë. Pra kanë një grup të mirë tek Top Arena dhe do të kemi shumë spektakël, është më menduar të jetë spektakël e gjithë gjëja. Pra do të kemi futbollistë, njerëz të showbizit, njerëz të artit, patjetër që dhe panelet fikse, nuk do të mungojnë dhe opinionistët, kështu që unë e di që këtë emisionin e ndjekin shumë dhe ndoshta me këtë që do të them do bëhet pak nami, kam parë në fakt në rrjetet sociale një video që Brikena ka postuar, pastaj e ka fshirë, nuk e di pse. Për mua it's okay. Një video që ka qenë Brikena dhe un kam qenë ansore duke e parë dhe të gjithë fansat dhe njerëzit që ndjekin mua dhe ndjekin Brikenan kanë qenë me idenë që Francesca xhelozon Brikenan ose Francesca ka gish në ndarjen e tyre. Dua ta sqaroj këtë faktin, nuk dua ta lë kështu të hapur. Doja të pyesja. Sepse nuk më pëlqejnë fare këto gjëra dhe nuk jam as tip xheloz, as tip që ndan çifte, as tip që merret me punët e tjerëve. Jam një njeri që më intereson shumë punët e mia dhe punët e mia t'i bëj më së miri, të jem më e mira në punët e mia, në vendin që mua më është caktuar. Unë e kam shumë xhan Brikenan, jo si Brikena e Mateos, unë e kam xhan Brikenën për vajzën që është dhe për vajzën që unë do të njoh në Top Arena. Okej. Është e vërtet sepse në komente doja të ta thoja, në komente për shembull në videot që hedh me Franceskën më vijnë komente që nuk kanë pik lidhje, duke e ditur dhe pozicionin e Franceskës në këtë lidhje Mateo Brikena që është shoqja e Mateos dhe e ka treguar në çdo moment, por doja të pyesja si ndihesh që papritur azi je molla e sherrit. Ndoshta kanë qef që të bëj një treshe, një trekëndësh dhe gjithmonë te ky trekëndshi e pëson ai që s'ka lidhje fare. Kjo gjë më ngurtëson pak edhe në marrëdhënie me Mateon dhe te Shizan Topi, sepse shikoj dhe mesazhet apo komentet që jo po tek puntata e parë kishte ktheu kurrizin, tani je me kurriz. Për ta sqaruar, shikohet çdo detaj. Po unë kthehem gjithmonë nga ana që unë jam më komode me fustanin. Po të më shikoni këtu te pjesa e këmbëve, unë jam komplet e prerë nga fustanet. Por që jo nuk kam gisht në asnjë lloj gjëje, shpresoj që ata dy të jenë mirë, nëse janë për njëri tjetrin patjetër të rikthehen dhe të jenë më të lumtur se kurr. Kam shumë respekt për të dy. Dhe thash, Brikenën e respektoj si Brikenën, jo si një vajzë që ka qenë në lidhje me shokun tim, dhe shokun tim e respektoj për atë çfarë unë kam njohur para bikut dhe mas bikut. Okej. Po video e Brikenës që thoshte xheloza, për kë ishte? Ja, pra u sqaruan, nuk e ka. Nuk e di, nuk mendoj që e ka për mua. Për Francin. Nuk mendoj që e ka për mua, ja. Nuk beson. Kalojmë pak tani tek një tjetër aspekt. Ja, i sqaruam dhe këto. Niko e tregon her pas here që vdes për drama. Edhe ne duam kështu siç është. I vjen gjëna për mua. Por do ndalem sërish tek Top Arena dhe miksi që un kam zgjedhur të bëj sot. Pra, të ka ndodhur ndonjëherë që ti je duke parë një ndeshje dhe një nga futbollistët apo një nga lojtarët të sjell në mendje që mund të jetë potencial edhe për model.